إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد اللهم عز وجل falënderim prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar, që në javën e kaluar përmenda se sot do të flasim për rrezikun e bartjes së fjalëve, shpifjes, fitnes, përçarjes, që njerëzit e bëjnë mbi rrezullin toksor. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve doli para sahabëve të vetë dhe duke ndejt ma ata dhe ju tha atymve: "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." A dojni me ua tregu gjunahet më të mëdhaja? A dojni me ua mësu, me ua tregu gjunahet më të mëdhaja, më të rrezikshmet? Jo gjunahet e mëdhaja, më të mëdhajat. Akbaril kabair. Thonë sahabët: "Kulna bela ja Rasulullah." Si që shënohet në Sahihun Imam Buhariut, thanë gjithsesi: "Ja Rasulullah, na i trego." Tha e para: "Mi bo Allahu shirk." E dyta: "Mos mi respektu prindërit." Këtu në t'ja bëjnë gajle ato që s'folin me nonën me babë dhe nonës babës, s'ja bëjnë për hajr Ramazanin, ne ta mendojnë mirë. Dhe e treta, e këtu i kemi qëllimin dhe poentën, thot sahabiu transmetuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur që ishte i mbështetur, u çu drejtu dhe tha: "Ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur." Thot sahabiu, na tham në vete si su ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të e thon këtë laf. Su ndal ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thon ela wa qawlu zur. Shpifja, 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 sikur me thonë ish pa ndal. Than sahabët, than vete, si su ndal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qatë shumë dhe aq tepër që e përsëriti këtë laf. Çka do me thonë qawlu zur? Qawlu zur do me thonë bartja e fjalëve me rrejnë dhe me zbukurim. Edhe i bartë fjalët, edhe e shton me të vetën pak për të vetës, edhe e zbukuron e ndreq. Se po i thamë këtë dashër vlezër, se shtash kina me hinë Ramazan. Allahu ka mi prangos shejtanët, do zgjidhën do insan. E s'nanon rahat me majtë Ramazan. E s'nanon rahat edhe në sofrën e iftarit, pa i bona e fitnë në sofrë, mes burit dhe grus, pa i bona e fitnë në sofrë, mes familjes, po edhe na të bo ma bet, zdim edhe me bo ma bet, ndo njerë të dosh me bo mirë, bëjmë na i fitnë në i përqarje, edhe e praptojmë dhe gjim krejt sofrën e iftarit. E tu thirë me njëri tjetër një iftar, tu dosh mu respektu, hidhrohemi. E thira surmeth, para gjikojmë, a qëtër i shton edhe 100 rejna tjera, s'të ka ardhë me qëllim, e pasht ate, e pasht kështu, tu dash mu u respektu dhe mu dash ma tej për me zvete, na përqahemi. Përqahemi në saf, jo t'i din safin e par, jo mu s'din safin e dyt, jo mu se ban kështu, jo bana ashtu, e jo shumë nëzet në gjami, jo në filan gjami në shumë ftoft, jo filan vendin e zgatë sa zban, jo filan vendin gutët shumë te për e falë, fitne përqarje, që na i bëjmë me zvete dhe i shtojmë ato ma i keqja që është.
Me qone vërtet, për 100%, njeri në Ramazan thot, ta kalojmë Ramazanin me huzur. E mos flasim nëse na edhe i shtojmë, rajmë, ngjesmi biftane dhe të njëjtat edhe i përcjellmi. Subhanallah, nuk ka njeri që dikush i ka ngjit biftan, e ka bo dua kundra ati, e që Allahu duan e ati se ka pranu. Përmendet në kohën e Omerit radhiyallahu anhu një rast me Saadin radhiyallahu anhu, të cilin e dërgoi Omeri radhiyallahu anhu në Kufe. Veç këtë shembull ka me tregu, edhe kina me marrë vesh ku jemi, edhe kina me kuptu se çka do me thonë dikujt me i bo zarar dhe keq me lafe. Se subhanallah kemi mri me një zaman, do të kur gjobe si ku mosive kur gjobe si ki bo. I kin gjithë shpifje biftan se njeri punon me drogë, si kur gjobe s'ki bo. I kin gjithë shpifje biftan se kështu e kështu bashortja atje e kalon bashortën se me pjella fiton, si kur gjobe s'ki bo. Pa e din se me ta bo një dua kundra te e pëton njetë që ati qepec, kur njetë nuk shef hajrë njetën tënde. Kur nuk shef hajrë njetën tënde. Si ve kur gjobe s'ki bo, ja kim shenë njerit firmën. Si ve kur gjobe s'ki bo, njerin e ki përzon pi pune. Si ve kur gjobe s'ki bo, ja kanë marrë këtë malën njerit në kufi. Si ve kur gjobe s'ki bo, e ki idhnu vlla me vlla, shok me shok. Si ve kur gjobe s'ki bo, e përzu në hoxhën pi xhamisë. Si ve kur gjobe s'ki bo, o të borin këshillën e xhamisë, që 30 ditë pa pare fise billah, të bëjnë se i kin gjithë shpifja se i prejk paret e xhamisë. A i në të rezive te. Po me bo një dua kundra te, a i di se kur hajt njët, nuk shef as ti as këtë sulalja jote. Saadit në radhiyallahu anhu, Omeri e qonë në Kufe, përfaqësues të vetin, e bën si kryetar të Kufës. Dhe Saadit radhiyallahu anhu kufelit në Irak i ngjesin 100 biftane. I qesin biftan se Saadis po dika mu falë. Sikur do xhemat, hoxha s'di të falet. Hoxha s'dika mu falë, ai po dika. Saadit i ngjitën biftan se hoxha Saadis s'di mu falë. I ngjitën biftan Saadit radhiyallahu anhu se është tuc. I ngjitën biftan Saadit se me të njofshëm po gjikon mes njerëzve. Se pori vetëm me ato që janë të fort, edhe me ato të pasurit, me ato VIP-at që janë në Kufaj, me ato po mojka. Dhe Omeri radhiyallahu anhu e thirë Saadin dhe i thot, o Saad, çka puna jote? Thot, vallahi Omer, falna si e kom pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tu falë, unë s'di ndryshe mu falë. Gjikoj mes njerëzve qashtu si thot qitapir i Rabbul Aleminit, si shkru në Kur'an, qashtu edhe unë e gjikoj. Dhe ku është poplu një jam i pari atim, s'jam tuc. Dhe qka banë Omeri radhiyallahu anhu, e formon një komision, dhe e qonë në Kufe, edhe kur hynë me një xhami. Në shumë xhamia hynë e livdojnë Saadin radhiyallahu anhu. Sahabe, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ati i kanë gjetë biftan, kufelit, irakiant. Me një xhami kur hynë atë, me një xhami kur hynë atë, e kur pyesin për Saadin radhiyallahu anhu, disa njerëz nisin me fol mirë, çohet një plak dhe thot, jo nuk ka ashtu. Haj si është, aty Saadi radhiyallahu anhu, po e shef me sytë e vetë. Çohet para krejt njerëzve, thot imami jon, është kështu, dhe thot aj, la yesiru fi serijeti. Thot imami jon nuk ven me neve me luftu kur duhet me luftu, është tuc. Pastaj tha, wala yuqsimu bis sawiyati. Dhe nuk ndan dhe nuk gjikon me drejtësi. Para krejtve po i thot në sy, nuk ndan me drejtësi, ki nuk flet me drejtësi. Dhe në fund tha, wala nuk ndan wala ya'dilu fil qadiyati, dhe nuk është i drejt kur gjikon. Kur e don madhe nuk e don me drejt, edhe kur gjikon nuk gjikon me drejtësi.
U qu Saadi radhiyallahu anhu dhe tha: O Zot, tha, nëse ky robi jot që u qu në kam për sy e fatësi, është gënjeshtar, tha Allah këti njeriu të bëja kështu. Tha Saadi radhiyallahu anhu: Fa atil umrahu, shtoja ymrin, jepi tha shumë jetë, jetoj gjatë. Pastaj tha Saadi: Wa adilla faqrahu, shtoja fukarallëkin, sprovoje me fukarallëk. Wa arridhu lil fitan, dhe sprovoje në namaz. Dhe sprovoje këtë plakun në namaz. S'ka punë më të keqe se një plak me koni sprovum në namaz. S'ka punë dhe gjuna më të madh se sa plaku me qenë i sprovum në namaz. Se sa plaku me qenë i sprovum me shiku filmat të këqija e të fliqta. S'ka punë më të sa plaku me koni sprovum me shiku gratë huja. S'ka gjuna më të madhe më të keqe. Sa jatë se ban për epsh për nevoj, e ban për qalon. E ka shumë dallim mes asaj dhe kësaj. Dhe këtë njeri Allahu Azza wa Jalla e sprovoi, siç përmendet në gjitha transmetimet. E sprovoi Allahu Azza wa Jalla, ky tregim përmendet edhe në librat e vërteta të hadithit. Allahu e sprovoi këtë plak që i dha ymër shumë të gjatë, sa që vetat jam lunë sytë. Dhe kjo ndodhë mas 100-tave, që vetat jam bulun sytë. E sprovoj Allahu që ky në pleqni mu bo lypsar, shkon të derën derë me kërku risk. Dhe e sprovoj Allahu, edhe pse ishte i pamundshëm dhe askush nuk e shikonte, laviret e Kufës kur i shifke, atyri u abënte me sy dhe me gjeste për të i josh për ka vetë, edhe pse askush nuk e shikonte, për ati i mbetesht e gjunahu dhe thonë të gjithë një para njerëzve: Shejkhun kebir, e sa bethu davetu Saad, plak i madh i moshum, e ka godit duaja e Saadit, e ka rog duaja e Saadit, të cilit i kumbo biftan dhe shpifje. Iyyakum wa da'watul madhlum, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi sitar. Rujuni dhe rini larg duas atij që i keni bë keq dhe zullum, se mes duas së tij dhe Rabbul Alaminit nuk ka perde, çelasht. Çelasht, s'ka perde. Kur dikujt i ki bë keq, e ki prek në namus, jo i ki marrë materje, jo, me laf, e ki ranu me laf. Ky e kanë randu Saadin radhiyallahu anhu me laf, i kanë gjit iftira, biftan, shpifje. E që Saadi u lut tek Allahu Azza wa Jall me sinqeritet. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush i ban dikujt pa drejtësi, zullum, edhe me laf qofët ajo, mes ati dhe Allahu te bareke ve teala s'ka perde. U vëllezër, mledheni gjuhën, mos shpipni, mos folni, s'kemi nevojë me fol për njëri tjetrin, bodhi kemi hallat e tona. Na vjen muaji i bekuar i Ramazanit, Allahu te bareke ve teala për me rujt dhe mbrojt agjëruesit, i ka prangos shejtant. Ama si me abo qarën na që këtë gjuhën tonë ta lidhim. As ka mundësi para se me fol ndonjëherë, me kafshu gjuhën tonë e pastaj me fol. Me pa sa dhem me kafshu gjuhën tonë e ta kuptoj se 1 milion herë ma shumë, i dhem ati zemra, loçka e zemrës i dhem 1 milion herë ma shumë sa që ti dhem gjuha, kur ti e godet me një laf të rëndë. A i dini sa i madha është dhimbja një fjale të keqe. A i dini se sa i kushton dikujt një laf i gjuhës tonë dhe që e nxjerr ti pa e mat, e pa e menu, e duke shpif, e duke zbukuru, e duke gunjy. Të kemi frikën e Rabbul Alaminit, e të mundohemi që nga gjuhët e tona të dalin vetëm lafe dhe fjalë të mira. Ta mësojmë këtë mësim, se ky mësim i ruan shoqëritë tona, sikur që imani e ruan besimin ton, sikur që respektin ndaj prindërve ton e ruan ndershmërinë ton,
ruajtja e gjuhëve të tona e ruan shoqërinë tonë, e ruan namuzin tonë, e ruan nderin tonë, e ruan vllaznillokun tonë dhe muslimanllokun tonë. O vëllezër, sa shpifje e fitne, sa herë një majë llafi e don nga gjuha pa koc, ka sjell deri tek telashe, e përçarje, e shere, e fitne, e vrasje madje në mesin e njerëzve. Jam bind se shumicën e rasteve edhe vrasjet që kanë ndodhur në ummet janë si pasojë e llafeve të njerëzve gënjeshtar, shpifës dhe fitnexhi, që janë bo sebeb ata që dikush edhe me mbaru nër tokë. Vaj dhe mjerë për ata njerës. O Zot, ty të lusim që gjuhët tonat na i pastrosh. O Zot, ty të lusim që të na mundsosh të flasim me gjuhët tona vetëm fjalë me cilat ti e razi me neve. O Zot, ty të lusim që zemrat tona të na i pastrosh. O Zot, ty të lusim që të na hapësh ymër dhe shëndet, që të e fillojmë edhe këtë muaj të bekuar të Ramazanit, e që ky muaj të na ndryshon zemrën, të na ndryshon mendjen, të na ndryshon gjuhët, e të na mundson të jetojmë razin tënde. E kulu ma tesma'un, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amar, واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر عزيز في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.